Ky Teknova, një robot inteligjent i ndërtuar nga dy nxënës të klasës së 7, mund t'ju përgjigjet me njëherë çdo pyetje. Kjo pajisje inovative është ndërtuar nga Fabio Dobrushi dhe Steven Casa, nxënës të shkollës Krista Qrama në Tiranë. Fillimisht kanë ndërtuar modelin në kompjuter dhe më pas e kanë realizuar përmes teknologjisë së printimit 3D. Pjesën e trupit e kemi dizenjuar vetë dhe pastaj e kemi kaluar në printer 3D. Edhe kokën edhe e kemi çmontuar për t'i ndruar disa pjesë që ta bëjmë sa më të avancuar dhe mund të hapim sisteme operativ si për shembull Linux, që mund ta bëj pyetje në kohë reale. Roboti ofron këshilla dhe informacione në kohë reale për tema të ndryshme, duke u kthyer në një ndihmës virtual që komunikon në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme. Disa nga avantazhet e robotit marrim përgjigje për çdo pyetje, përgjigje në kohë reale, ndihmon për njerëzit dhe fëmijët me aftësi ndryshe dhe mund të jap këshilla personale mbi tema të ndryshme, vendos muzikë dhe tonalitet sipas kërkesave të përdoruesit. Na lindi ideja që të bëjmë një robot që të ndihmon për shembull si për detyra, si për të krijuar diçka që mund ta pyesësh dhe mos pyesësh kohë në telefon. Dhe një që ishte nga avantazhet që të ndihmonte për njerëzit që ishin me aftësi të ndryshe, e ndihmon më shumë për këtë punë. Ky projekt tregon aftësitë krijuese dhe teknologjike të nxënësve, por edhe përkushtimin e tyre për të përdorur dijen në zgjidhjen e problemeve të jetës së përditshme.